Tella, mo të edhe mu shkrin krejt, se nuk duhen vjerrat me reja. Nuk duhen. Pse? 10% nuk mon mi marë që qashtu e kanë atë farë gjelozije. Po është me rëndësi, rinia, me pas nërveti raportet e mira, edhe me bo kulmin e vetë, shpinë e vetë, edhe me respekt jeton ndaras edhe me krejt. Unë e di që i njëzojnë pak në mosh, po them kështu. E moshës jam para 30 e kusuras, mëse pritë që kush atë kohën e tonë që këna pasë. Po më thuaj, pse është gjithmonë kjo xhelozi mes vjerrës edhe nusës? Cili është E, kaftari? nuk e di. Unë kur njetë nuk e di që ja kom prish dikuj, edhe kur s'ko mujt më konë e mirë për dikon. Po në këtë rast, vjerra me ty, qysh ka qenë? Heq edhe heq, xhelozi. Xhelozi? Po. Po, është prej ndonjëherë me thonë diçka të paktën që mu di që është xhelozi, sepse bëhen disa gjëra nganjëherë është Nuk du edhe thonë. Po? Nuk du. Po. Qatësh. Edhe na jemi konë raportet mira, jemi konë me krejt familjen, mo me burrin më së folmi. Edhe sot jena për mi 30 e kusur vjetë, pa probleme, a mo e kanë atë xhelozien, që si t'ja mërsh djalin, ndryshon. E kanë ata, shkriju krejt. Ti sot je Unë vjehër? për veti e di që ta. E tash të trejat shumë mirë. Po shkojnë drejt në banesat veta, nuk kanë kohë këto mu marrë me ato shkajna marrë në aparat 30 e kusur. Plus ti kanë kalzu ato kohnat shka kanë hek në natona, se edhe unë e kumë rrijat. Na i dim ato s'mon kërkosh me jetu atje që kanë jetu plaka tona. Po qashtu konë koha, qashtu konë koha drunit. E dashur, faleminderit shumë. Shëndet.